Unë këtu kam me vete, kam marrë sot komplet akt akuzën që ka përgatitur prokuroria speciale pra departamentin special, gjykata themelore, departamentin special, është voluminoze, është dikun 158 faqesh dhe kam shletuar e kam pa që kësaj radhe prokuroria ka qenë mjaft e thukë dhe në detaje e ka precizuar gjithçka. Tu po vazhdon seanca që nga data 9 pra e këtij muaji kanë dëshmuar 2 zyrtar policor, njëri njësi speciale që ka qenë i dëmtuar pra i plagosur nga shpërthimi në krahun e majt, ka dëshmuar me pas edhe polici që pra me datën 9 qershor, polici që ka shkuar në ndihmë pasi ka nisur sulmi pra dhe ai shpërthimi, ka shkuar më herët, por që gjatë patrullimit edhe ai ka qenë aty, më pas ka shkuar, të dy e tregojnë situatën, e kanë treguar situatën vetëm momentin kur ka ndodhur shpërthimi, ku kanë qenë, si janë ndasë, si e kanë marrë informatën, pra nuk kanë qenë të detajuar dhe nuk kanë qenë persona që të arrestuarit, 3 prej tyre që janë dikun 47 në akt akuz, pra 3 prej tyre nuk është treguar nga asnjëri polic, as nga i pari, as nga i dyti, po as nga ky sot që ka dëshmuar, zoti Kryeziu, pra edhe ky njësi speciale për intervenime të shpejta në kufi, nuk i kanë identifikuar, por e kanë paraqitur ngjarje si ka ndodhur. Ata thonë që sepse më përpara është bërë një bujë e madhe edhe në Kosovë me lajme se ka pasur një shpërthim, e kanë ditur më përpara policia e Kosovës, madje dikush edhe ka fituar si gazetari më i mirë duke amencuar edhe duke dhënë opinione që shpesh herën edhe i ka mikur tyre, ndërsa kur kanë dëshmuar policët tregojnë që aty ka qenë patrulla e zakonshme. Pra nuk kanë qenë as me autoblinda dhe me asgjë tjetër, kanë qenë me automjete të thjeshta të policisë së Kosovës. Madje njëri se të ka përmend që ka qenë edhe emrin automjet ka qenë gjip dhe nuk kanë pasur asnjë informacion që dikush po organizon aty, siç kanë thënë, gjaj se një serb i ka informuar ata që ka me ndodhur kjo, apo policia e Kosovës e ka ditur, pra gjithçka kanë qenë spontane. Spari ka qenë një automjet, siç e ka thënë polici, dhe kur kanë arritur në Banjska, pra kanë qenë sipër Banjskës. Banjska është në kodër, pra edhe poshtë është një rrafsh, dhe ata kanë qenë duke ulquar dhe kanë parë një qetësi absolute në fshat, që në asnjë fshat Kosovës nuk ndodh, edhe e jo në atë pjesë andaj, pra nuk ka pasur lëvizje. Ata kanë thënë të 3 policë që duke i pa me pas to, e kanë pa që ka qenë gjithçka mire organizuar, mire planifikuar, dhe tani të akuzuarit si terrorist i kanë informuar dhe i kanë kërcënuar dhe paralajmëruar qytetarët aty që mos lëvizin. Edhe ata që kanë qenë brenda manastirit në Banjsk, që askush mos lëviz. Tjetra që është ceku një detaj, një ditë më parë janë vendosur edhe reflektoret dhe janë ndru poçat elektrik aty, që dhe të gjitha janë drejtuar nga ana e urës, ku është, sepse nga ku kanë sulmuar terroristët, edhe poshtë është një të poshtë shumë e madhe, dhe kur i kanë vendosur poçat dhe reflektorët, i kanë drejtuar andej që ata mos mund t'i shohin pra grupin e tyre terrorist, dhe nuk ju kanë lënë hapësinë që edhe këta t'i shohin dhe t'i kundërpërgjigjen me zjarr. Të 3 policë kanë thënë, vetëm ku e kemi pa flakën nga po dalin plumbat, andej kemi godit. Dhe më pas, njëri nga policët ka thënë që kam dhënë urdhër që të goditën poçat elektrik, që edhe tek ne të krijohet një errësirë dhe ata mos na vrejnë, sepse derisa ka qenë drita e drejtuar ka policët e Republikës e Kosovës, ata në çdo centimetër ku kanë gjuajtur kanë qenë për afër, kanë qenë e mundshëm t'i godisin secilin polic. Pra më pas e kanë përdorur pra grupi terrorist i Banjskës
që kanë sulmuar në Banjska kanë përdorur edhe dronin. Pra i kanë monitoruar policët tanë me dron se nga po lëvizin, nga po shkojnë. Vetëm kur janë dëmtuar, pra janë thyer ata poçet elektrik, atëherë zyrtarët e policisë dhe njësitë speciale të policisë së Kosovës kanë pasur mundësi që ta kthejnë zjarrin dhe ta tërheqin trupin e herojit tashmë rreshterit Bunjaku, herojit e Kosovës, dhe ta tërheqin trupin. Ndërsa sot zyrtari policor ka treguar i pari që ka shkuar te kamioni ku ka qenë pak më jashtë urës, dhe në momentin që ka hapur derën e kamionit e ka dëgjuar shpërthimin dhe e ka mbyllur me një derën, ka zbritur poshtë, ka nisur zjarrin ndaj zyrtarit policor. Spari ata e kanë sulmuar zyrtarin policor, mëse e kanë aktivizuar detonimin. Pra aty dhe kur jam kthyer dhe e kam parë rreshterin Bunjaku, plagën kryesore tha e ka pasur këtu në qafë, dhe ka qenë komplet i gjakosur, jam munduar tha të tërheq, por drita tha që ata na kanë pa dhe e kanë pa çdo lëvizje tonë dhe nuk ka mundur, sepse kam qenë vazhdimisht i goditur nga plumat dhe është gjuajtur në drejtim timin dhe ka qenë shumë me fat, kam qenë dhe shumë me fat që s'jam goditur. Me vonë ai plagoset, i njëjti polic, sepse tërhiqet pak me andej, e tërheq pak trupin e zotit Bunjaku dhe me pas largohet nga vendi aty, dhe në momentin që dëshiron shkoj ta marr automjetin, ai aty plagoset. Shkon e merr automjetin, e fut herojin Bunjaku trupin e tij brenda automjetit, tha ka qenë ende gjallë, ka pas puls, por ka qenë shumë i dëmtuar dhe i plagosur gjithandej i gjakosur pra gjithë trupin. Dhe aty dha ka nisur dha se ende më shihnin dha grupi terrorist dhe e goditën automjetin dhe ai dha që e kishte obligim që mua të më godet dhe ka goditur që të ndalet automjeti, e ka goditur gomën e automjetit dy erdha dhe kanë vozitur dikon afër 200 metra me automjet vetëm në, si që themi në bandazh apo vetëm në hekrin e asaj rrotës që ka qenë komplet e dëmtuar. E ndërsa kjo dëshmia e këtij ka përfunduar sot sepse avokatët të akuzuarve nuk e kanë pyetur shumë vetëm ato pyetjet, siç dinë avokatët, se a e din që ka qenë tromblona, ka qenë bombe madhe apo ka qenë raket, dhe ai nuk u përgjigj në ato sepse tha unë nuk jam ekspert i balistikës. Aktualisht Kosova mban personat arrestuar nga Banjska dhe sa është numri i tyre? Janë 3 persona të arrestuar. Gjithse janë 49 të akuzuar, 3 janë të arrestuar, ndërsa 46 nuk janë ende, pra nuk po i dorëzon Serbia, në krye me Milan Radojčićin, e këtu në prokurori, pra prokuroria i ka gjitha faktet. Shihen edhe këtu edhe automjetet, se cilat kanë qenë të dëmtuar atë momentit kur ka nisur sulmi ndaj zyrtarëve policor të Kosovës, e që këto fakte pra gjitha që i ka dhënë që i kanë dhënë dëshmitarët e kanë treguar. Madje është edhe këtu nëse shihet se ka kanë lëvizur grupi terrorist, ka janë shkuar gjithandej, më pas është pjesa tjetër ku janë gjetur, janë dëshmit ku janë gjetur edhe nga telefonat e tyre që nuk janë, pra edhe ta që janë të arrestuar, nuk e kanë treguar të vërtetën apo ashtu si që kanë ndodhur, por kur i kanë përballur me ato se që janë gjetur në telefon, ka disa që kanë pranuar njërin nga deklaratat, pra që është i arrestuar Blagoje Spasojević, a i thë që unë jam infermier dhe nuk e kam ditur, më kanë thënë që është vetëm një protest, por më kanë thënë e janë në Serbi. Dhe më pas kemi hypur në 3 gjipa pa targa, dhe jemi nisur dikur ofër 2:30 të mëngjesit kemi mërri në Banjska, dhe aty më kanë detyruar, më kanë bërë ja merri rrobat, armët, Kalashnikovin dhe të tjerat pra që janë pjesë ushtarake, dhe ti vetëm kemë qëndru këtu. Tha unë tek e kom kuptu kur ka ndodhur shpërthimi, e kom kuptu që nuk është vetëm një protest e qetë, por është diçka më shumë. Kjo është krejt në deklaratën që ka thonë para prokurorit, po ka dëshmi mjaft, të cilat janë edhe dëshmi tjera që këto janë dëshmi që janë marrë granatat nga ushtria e Serbisë, pra
vetëm që këtu. Që kjo është dëshmia që janë marrë granatat nga ushtria e Serbisë, pra që kanë lëshuar zyrtar të ushtarak të ushtrisë serbe. Ka tjera dëshmi, mjaft, kjo është pjesa, pra ja, kjo është pjesa kur janë sulmuar dhe kjo ka qenë gjendja automjeteve të policisë të Kosovës, që nuk kanë qenë autoblinda apo diçka tjetër, por kanë qenë automjetet të thjeshta që i përdor zakonisht policia e Kosovës. Edhe ky zyrtari policor po ndërlina vetëm pak kur e kam dërguar në spital Heroin Bunjaku dhe tek ma vonë kanë lajmëruar që për fat keq kanë ndruar jetë. Ndërsa seancat do të vazhdojë edhe nesër e pas nesër deri të premten, ku pritet të dëshmojnë edhe zyrtarët të tjerë policor, po ashtu pritet që të armën edhe hetus të tjerë, ata që e kanë arrestuar këtë Blagojevićin që ka qenë me uniform dhe atë të plagosurin personin tjetër që kanë arrestuar. Ndërkohë, personat e tjerë janë në kërkim ndërkombëtar dhe a mund të ketë bashkëpunim për ekstradimin nga ndonjë shtet tjetër të paktën? Kosova ka dërguar kërkesën Interpol dhe është pranuar, tani më janë duke u kërkuar gjithandej kudo që të kapën në Evropë, mirë po, sipas të gjitha gjasave të gjithë janë në strofullën e Vučićit dhe janë duke u ruajtur prej tij dhe ai nuk po i dorëzon, edhe pse ka thënë që do të bashkëpunoj dhe do të arrestojmë dhe do të mbajmë në burg Milan Radojčićin, këtë nuk e ka bë, po më duket i ka marrë në atë strofullin e vet dhe po ju ushqen mirë, po ata herët avon do të kapen dhe sepse siç e dim për veprat të penale, ku ka dëshmi nuk janë të përshkruar ato dhe herdo kurdo ose do nesër mund t'jetë një vonim, por pështim nuk ka prej asnjërit prej tyre, edhe po ashtu edhe prokuroria i ka pyetur edhe sot pra zotin Kryeziu policin e njësisë speciale e ka pyetur se a ka qenë se keni po jo këtë organizim. Ai thot shumë qartë, thot aq mirë ka qenë i planifikuar dhe i mirë i organizuar që nuk është bë fjalë me armatimin e policisë vijet ballë, sepse ata kanë pas armatim pra grupi terrorist më shumë ushtarak se sa që i mbajnë zyrtar policor ose dikush që në kryet vete e nis një aksion. Ne kemi po në Kosovë dhe më herët që ka pas aksione kundër policisë, po ai ka qenë ushtarakesh, pra një shtet e ka organizuar këtë rast është Serbia, i ka përgatitur mirë, pra ka dhe video ku shihen duke u mbuluar me ato që mos me u vrejt nga kamerat apo nga dronet apo diçka tjetër. Pra ky ka qenë një organizim shtetëror i Serbisë, edhe këtë pyetje e kanë bërë. Pse mendoni që në Banjska? Sepse pozicioni që ka Banjska, ku është manastiri, dhe rruga që çon edhe është shumë e zorshme për me u monitoru dhe patrullu nga njësitë speciale apo policia Kosovës, qoftë edhe nga KFOR-i, dhe kanë gjetur ato si tampon zona apo zonë kryesore për ta sulmuar edhe policinë e Kosovës, sepse nga aty është shumë afër kufiri ku mund dalësh nëpërmes malit e dalësh në pjesën në Serbi, dhe aty ka shumë kërsha, ka shumë është vend guror, është vend me kodrina të mëdha që nuk mund të vresh, edhe po ashtu ka dhe lisa, pisha të gjata që nuk mund të vresh, edhe nëse ik nga atje dhe nuk ka asnjë shans askush me të kap në ato momente, përveç se nëse është në kufi atje direkt. Dhe është e pakalueshme anej, qoftë me automjete apo mjetet të tjera përveç dronëve që mund të fluturojnë në ajër, apo diçka tjetër, se në anën toksore është mjaft zor të arrihet aty dhe ky grup, duke i analizuar mirë edhe ushtarakisht në shtetin serb, e kanë po momentin më të mirë që aty të stacionohen dhe me pas në rast se arrin të fitojnë pro terren, të vazhdojnë tutje, në rast se humbin terren, atër e kanë letë të rriqen dhe të kthehen në Serbi. E qartë. Pleorat, shumë faleminderit për detajet dhe
E të gjitha ato që shkruen në dosje, shumë kënaqësi të bisedonim. Respekt. Gjithashtu faleminderit. Mirë miq, do të ecim më tej, do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak në studio.